Do të kthehemi pas pak, vetëm sepse dua të bëj një lidhje me zotin Lulzim Basha, i cili ka patur shansin në vitin 2014 të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës dhe i ka dhënë madje dhe titullin qytetar nderi pikërisht Papa Francesku. Zoti Basha, përshëndetje. Përshëndetje Denis. Kënaqësi që të kemi, realizojmë këtë lidhje dhe flasim gjëra që nuk kanë shumë lidhje me fushatën për momentin. Do doja një opinion tuaj dhe në takimin që keni patur me Papa Francesku në vitin 2014, si e keni parë, çfarë personazhi ishte ai? Ishte një njeri jashtëzakonshëm, në kuptimin që me peshën e përfaqësuesit të shëmpjetrit mbi tokë, të numrit 1 të kishës katolike, të sovranit të sovranëve, siç i thonë, të monarkët monarkë, prapse prapë karakterizonte një thjeshtësi njerëzore, e mbushur me humor, pra ishte një pap me të dyja këmbët në tokë. Shansin e madhe kam patur gjatë vizitës tij të parë pasi u zgjodh nga konklava e kardinalëve. Vizitën e parë e bëri në Shqipëri, në Tiranë, dhe atëherë si kryebashkiak, isha i pari që e prita në një traditë që është shumë e lashtë, tashmë përdoret rëndom nga qytetet, nga të parët e qyteteve, por që ka lindur pikërisht në raport me papët dhe me monarkë tjerë, që është dorëzimi i çelësave të qytetit. Pra, në ceremoni, ajo që ka ndodhur nuk ka qenë thjesht bërja e papës qytetar nderi, por dorëzimi i çelësave të qytetit, që është një ceremoni e lashtë, në kohën ku qytetet rrethoheshin nga muri mbrojtës, dhe gjithë jeta qytetit ndodhej brenda një muri mbrojtës, dhe qyteti zakonisht operonte në një drejtim të caktuar, kishte një lojalitet të caktuar, kryesisht në një princ apo një mbret. Sa herë që kishte një vizitë papnore, apo dhe të monarkëve tjerë të rëndësishëm post, kryesisht papnore, papës i dorëzoheshin çelësat e qytetit, pra që hynte, kur i thonë, si në shtëpinë e vet, pa trokitur. Kjo ishte simbolika dhe i dorëzoi një njeriu i cili me simbolive të shumta që e karakterizojnë, ka dhe çelësat e shëmpjetrit, që në liturgjinë dhe teologjinë e kishës katolike është rojtari i derës së qiellit, të parajsës apo të ferrit, varësisht se ku do të shkojë shpirti i të ndarit nga jeta. Pra kishte këtë simbolik dhe duhet e tregoj në funksion të asaj që ndodhi. U afrua, sapo kishte mbritur, u afrua, u prit me shumë entuziazëm sigurisht nga njerëzit, nga banorët, nga qytetarët e Tiranës dhe jo vetëm, zbriti, u afrua, e përshëndeta dhe pas shkëmbimit të urimit mirëseardhjes, i bëra të ditur që po i dorëzoja çelësat e qytetit të Tiranës, kryeqytetit shqiptarëve, kryeqytetit të Shqipërisë, me një formulë, do thoja, shumë të lashtë, diplomatike, të cilën e huazova edhe nga praktika diplomatike dhe nga librat e historisë, dhe që është një formulë e posaçme për një person të rangut tillë, për një papa, për një sovran. Dhe përgjigjja e tij ishte jashtëzakonisht njerëzore. Po. Pa në sy, dhe akoma pa thënë faleminderit, më tha, "Okej, tha, po çelësat për zemrën e bashkëshortes, dhe ky është momenti që qeshim të dy, qesh edhe bashkëshortja ime. Është momenti kur, domethënë, jemi gjithë buzaqase dhe shoqëruesit e papës, disa prej antarëve të kabinetit të sekretarit të shtetit Vatikanit, të gjithë domethënë i shikoni që jemi buzaqase sepse mënyra se si ja tha ishte shumë e dashur, shumë e afërt, shumë njerëzore. I thash, ato çelësa thash nuk i dorëzoj, por për ty nuk ka nevojë për çelësa sepse për Zotin dhe për njerëzit e Zotit zemra e saj dhe zemra e gjithëve ne është e hapur. Pra ishte një moment që na u gdhen në kujtesë dhe përjetoj me shumë emocion edhe sot kaq shumë vite. Sigurisht që është një moment i trisht për kishën katolike, për besimtarët katolik, por është edhe një moment për të reflektuar mbi jetën e njeriu të jashtëzakonshëm, mbi jetën e jashtëzakonshme të një njeriu të jashtëzakonshëm, që ndoshta edhe vetë nuk do ta kishte shuar në mend se mund të ishte Pontificus Maximus, domethënë papa, prifti më i lartë të kishës katolike, por që e arriti këtë detyrë përmes përkushtimit dhe thjeshtësisë, për ulësisë
jo vetëm ndaj Zotit, por edhe ndaj njerëzve dhe halleve të njerëzve. Dhe ne gjithmonë themi që njerëzit besimtarët dhe në veçanti kleri, ata që shërbëtorët e Zotit, që i shërbejnë mirë Zotit, janë një shembull i madh frymëzimi. Kemi Nën Terezën. Unë kam patur rastin të takoj edhe Papa Gjon Paul II, fare i vogël kur ka vizituar Tiranën. Sigurisht ishte një grup shumë i madh njerëzish në shesin Skënderbej, por fati e sotit që isha një nga ata që pata mundësinë ta takoj kuptimin domethënë të kem një kontakt drejt për drejt me Papa Gjon Paul II, i cili por nga roli i tij në histori, në veçanti në shembjen e komunizmit, ka një vend shumë të veçantë, jo vetëm në zemrën time, po në zemrën e gjithë atyre që kanë përjetuar komunizmin, kanë përjetuar mizoritë e tij, kanë përjetuar deprivimet e komunizmit dhe kanë përjetuar po kështu zërin e Papës Gjon Paulit, zërin e Radio Vatikanit si një zë shpresë, si një rezedrite. E megjithatë, me gjithë vendin e veçantë që ka, do të ketë gjithmonë në zemrën time Gjon Pauli II, si bashkë me Ronald Reaganin dhe Margaret Thatcher, si tre kalorësit e lirisë që me një kontribut jashtëzakonshëm në rrëzimin e murit Berlinit, në rrëzimin e komunizmit dhe ardhin e lirisë për shqiptarët dhe për Shqipërinë, prapë se prapë Papa Francesku me zgjedhjen që bëri për vizitën e tij të parë në Tiranë, me këtë natyrë kaq njerëzore, kaq të mirë, me një mirësi që i shpërfaqet, një mirësi të thellë të vërtet që i shpërfaqet në çdo moment. E megjithatë, me një përkushtim solid ndaj kishës, ndaj besimtarëve, ndaj Zotit, ndaj të varfërve, ndaj të pamundurve, me mesazhet e tij të shpresës, atëherë dhe aty ku duket sikur në vështrim parë nuk ka shpresë, pa diskutim jam i bindur që jo vetëm katolikët shqiptarë, por gjithë shqiptarët do ta kujtojnë gjatë si një kolos të mirësisë, të përkushtimit dhe të natyrës së jashtëzakonshme njerëzore në raport me detyrat që ka patur në raport me kontaktin me besimtarët. Zoti Basha, ne në fakt po e kujtonim edhe me ambasador Bushatin që është shumë e rrallë që një shtet kaq i fuqishëm si Vatikani dhe me dy papë të ndryshëm bën vizita në kohë të ndryshme në një vend kaq të vogël dhe edhe me një komunitet vogël katolikësh siç ishte Shqipëria, ju përmendët kujtimet edhe me papën e parë që vizitoi Shqipërinë, po edhe me Papa Franceskun. Pyetja është edhe në sensin diplomatik, se ju e njihni shumë mirë këtë fushë, këtë arenë. Në këndvështrimin tuaj, pse ka kaq shumë rëndësi Shqipëria për Vatikanin? Shiko, e para punës duhet ta themi fare qartë që Shqipëria nuk ka një komunitet vogël katolik, por është një vend shumë i rëndësishëm për historinë e krishterë të Europës. Është një vend i cili krishterimin e ka marrë në rrugë apostolike. Siç mund t'ju a thotë dhe Zoti Bushati, që ka përvojën e tij si ambasador në Selinë e Shenjtë, kjo do të thotë që ndryshe nga shumë kombe të tjera që krenohen me ata që e kanë sjellë krishterimin, ju kanë ngritur shtatore në mes qyteteve, po janë kardinalë, janë peshkop, janë kryepeshkop, ndërsa ne kemi katedralin e Shëmpalit, sepse Shëmpali ka kaluar nëpër Shqipëri. Apostulli Shëmpal, Sauli i famshëm, një nga shoqëruesit e Jezu Krishtit, ka kaluar nëpër Shqipëri dhe ka përcjell krishterimin, pra është një nga përcjellësit e fjalës në Shqipëri. Në këtë mënyrë shqiptarët, kombi shqiptar, arbrit, mesjetar, atëherë janë marrësit në mënyrë apostolike të krishterimit. Gjë që nuk mund ta thonë kombet tjera më të reja në Ballkan, që të cilët sigurisht krenohen me pjesën e tyre dhe të shenjtëve, të njerëzve të njohur, të kishave të tyre. Shqipëria dhe shqiptarët e kanë marrë krishterimin në mënyrë apostolike dhe kjo është e vërtetë për gjithë krishterët shqiptarë dinë këtë, qofshin katolik apo ortodoks, sepse skizma ka ndodhur shumë më vonë. Dhe po kështu e dinë muslimanët shqiptarë, sepse ne jemi vëllezër dhe motrat një gjaku. Sigurisht rrjedha historike të gjithë e dimë, nuk kam ndërmend të futem në histori se si ka ndodhur dhe çfarë ka ndodhur, por ky fundament i këtij besimi abrahamik që na bashkon krishterë e musliman, ky fundament pra i fjalës së shenjtë është në vetdijen e çdo shqiptari dhe pa diskutim është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për Selinë e Shenjtë, për Vatikanin, me një dimension edhe historik, po dhe aktual. Për më shumë që në një botë të trazuar nga konflikte ndërfetare, një Europë të grisur më dysh në kohën e
reformimit protestant. Unë kam jetuar e studiuar në Holand, një vend i grisur në dysh në luftën midis katolikëve dhe protestantëve, ku ka ndodhur nga masakat më të tmerrshme mes të njëjtës etni, por besimeve të ndryshme. Bëhet fjalë për shekullin e 16, sigurisht bëhet fjalë domethënë para shumë kohe. Shqipëria rrezullen me shembullin jo thjesht të tolerancës, se përdojmë gabim fjalën tolerancë, por të respektit ndërsjellë e dashurisë për njëri tjetrin, respektit mbi të gjitha, të cilën ne e shohim e pam dje me vizitat e krerëve më të lartë komunitetit musliman në Selit i peshkëve katolik dhe i peshkëve të Tiranës dhe të kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Autoqefalet të Shqipërisë, e shohim me praninë e tyre në vizitat që bëjnë tek homologët e tyre për Bajram. Pra është një respekt i cili tregon për një vetdije dhe për një superioritet moral, do të thoja, që buron në një masë jo të pakët pikërisht nga kjo histori, e një kombi që kanë qenë një qendër të këtyre zhvillimeve kaq domethënëse për Europën. Marrin në mënyrë apostolike të besimit krishterë, pa diskutim Vatikani kanë qenë vëmendjes. Nga ana tjetër, Shqipëria ka qenë edhe vendi i parë dhe i vetëm në Europë ndaloi dhe kriminalizoi besimin. Enver Hoxha ndërtoi kultin e individit dhe nuk mund pranonte as Zotin ta rivalizonte. Mbylli kisha e xhamia, persekutoi klerin, krijoi makinacione nga më të ndryshmet për të shkatëruar shtyllën kurrizore të klerit katolik, një pjesë e madhe e cilit u arrestua, u torturua, u ekzekutua pa gjyq, vetëm për t'i thyer atë urë lidhse me Perëndimin që përbënte Kisha Katolike, në veçanti komuniteti katolik i shqiptarëve përmes rolit tyre të patjetërsueshëm qoftë nga pavarësia e Shqipërisë, qoftë raport me tjera aspekte të lidhjes me Perëndimin, dhe ne kemi sot 40 martirët e Kishës Katolike, kemi mes tyre priftërinj, kardinal, kemi peshkop i peshk, kemi shenjtor të vërtet ose njerëz në rrugën e shenjtërimit, vetëm sepse kanë duruar terrorin mizorit mbi trupin e tyre për të mos pranuar të mohonin besimin e tyre në Zot, besimin e tyre në Jezu Krisht. Dhe kjo është një histori prekse e përkushtimit e dashurisë për Zotin që nuk mund t'i shpëtojë. Nuk mund t'i shpëtonte Gjon Pali II dhe Vatikanit. Dhe as nuk mund të arkivohet me jetëgjatësinë e një pape apo të disa papëve. Dhe për këtë arsye mendoj që Shqipëria dhe shqiptarët janë shumë afër Vatikanit dhe shumë afër konsideratës dhe vëmendjes të Selisë Shenjtë. Gjë që pa diskutim ne na nderon, jemi të vetëdijshëm për këtë dhe që do vazhdojmë me të gjitha forcat dhe mënyrat ta përpiqemi që këtë shans ta përdorim për të avancuar edhe interesat tona kombëtare, ku në shumë raste pavarësisht me pozicionet aktual të ndërlikuar, sepse prapë ka qenë vetë Vatikani dhe dërguarit e tyre papal në përballë dhe misionarët e tyre që kanë ndihmuar në disa momente të veçanta për njohjen e shtetit të Kosovës, për shembull, për diçka të fundit që ka të bëjë drejt për drejt me interesat tona aktuale kombëtare. Zoti Basha, të falenderoj që gjetët kohën edhe sepse jeni në fushat, padyshim edhe për atë moment emocionues personal që patët me. Po? Ja vlen të ta merrnim këtë kohë, të reflektonim për këtë njerëz të jashtëzakonshëm, për Papa Francesku. E të drejtojmë dhe një besimtarëve katolik me shprehje jo vetëm ngushëllimit, por edhe të krenarisë që një njeri tillë të jashtëzakonshëm patë mundësinë ta kishim mes nesh në vizitën e tij të parë. Shpirti i tij u preh në paqe dhe jam i bindur që konklava shumë shpejt do të zgjedhë edhe papën tjetër. Asgjë nuk do ndryshoj ose do ndryshoj vetëm për mirë në raport me Shqipërinë, shqiptarët dhe krishterët shqiptar. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë, kthehemi për ta mbyllur bisedën dhe me ambasador Zev Bushatin. Ambasador, mund ta themi një emër kush është pasuesi? Një herë të themi faktin që këta politikanët VIP, ku unë nuk bëj pjesë, janë mjeshtra për t'i përdorur të gjitha ngjarjet për interesat e tyre politike. Njeriu nuk është se vlerësohet shumë nga fjalët që thotë. Njeriu vlerësohet nga veprat që bën. Po. E dëgjova tashti Bashën, ligjeronte, por të gjitha komunitetet në Shqipëri kanë shumë probleme. Kanë probleme pa fund, njëri mbas tjetrit. Kanë kaq vite që nuk zgjidhin
ende problemin e pronësisë. Po. Dhe kur shikon për shembull qeveritar, shikon VIP-a, që rrinë edhe fillojnë tani flasin, e bëjnë propagande, flasin kështu për katolicizmin e për muslimanët dhe ndërkohë kur ata vetë e kanë konsumuar pushtetin dhe jo pak, nuk kanë bërë asnjë gjë. Okej. Mund ta lëmë një herë tjetër, ambasador, se është çështje që kemi një aktivitet në Shkodër për hir të kësaj dite. Unë të falenderoj, nuk ma the një emër, më thuaj vetëm një emër, të lutem. Unë një emër tashti edhe për Kryeqësorinë e Publikut. Po, ose origjinën që ka, le të themi, kardinali që mund t'i zërvendin. Unë mendoj që kardinali do të jetë italian, mendoj unë. Italian kësaj radhe. Se kemi kohë, kemi vite që s'kemi një papë. Po kemi vite që s'kemi një italian dhe mendoj që do të jetë italian. Shumë faleminderit ambasador Zef Bushati, ndërkohë, po? Po ja u them një emër, po ma thuaj, por nuk është se është ky dhe nuk është se do të zgjidhet ky. Po flasin edhe për sekretarin e Shtetit Vatikanit. Që është sot aktualisht. Po, për kardinalin Pietro Parolin, që është vërtet, domethënë një. Edhe një Pietro Parolin. Paroli, po. Okej. Mirë, edhe njërë të falenderoj ambasador, ndërkohë shkojmë në një hapësirë publicitare dhe me njërë do kthehemi sepse kemi edhe një aktivitet në Shkodër me këtë rast pas pak.